do ta përmend veç hadithin e Ibn Abbasit radhiyallahu an, ku i tha Ata ibn Abi Rabah nxënësit të vet, tha: "A do me të kallzoni njëri xhenetit? A do ta shifni njëri xhenetit?" Dhe shikoj të ndëruar xhamatli çfarë zellë kanë pas këta për xhenetin e Zotit xhelel xhelalu. A e di çish duket njëri xhenetit? A e di si hecën tokë ai? Çfarë cilësi ka ai? Çfarë karaktere ka ai? E kështu me radhë. Tha Ataja: "Po bela, gjithsesi du kam çef me bëhe." Tha: "Ja kjo gruaja e zezë tash që vjen, që kjo tha pe banorëve të xhenetit." Tha: "Prej ka është kjo banorë e xhenetit, pika e di ti. Nëse Ibn Abbasi se ka këtë drejt me thonë çka banorë e xhenetit. Mirë, po kur thoje ai i cili i ka zbrit shpallja Allahu xha atëherë prejet meselja." Tha: "Që kjo gruaje kur ka qenë gjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe i ka thonë: Ja Rasulullah, unë kam një sëmundje epilepsisë. Dhe kur më kap epilepsia, unë bëj gjëra prej lëvizjeve që nuk i kam kontroll. A mundesh me lut Allahun që të më shëron?" E pejgamberi sa mi tha: "Unë nëse do bëj dua, Zoti shëron. E nëse do bën sabër, bën durim, dhe Allahu ta jep xhenetin." Pastaj ai i tha: "Ja Rasulullah, do bëj sabër. Ka me bo sabër me fitu xhenetin. Veç lutë Allahin ku të më kap epilepsia, mos t'i deshi teshat, që mos të zhvishem e të mashaj dikush pjesën intime." Zakonisht njerëzit kur i shohin smut, shejtani mund me manovru në trunët e tëne. A thu pse i ka ra kjo smuje, a thu pse kjo smuje, e kështu me radhë. Mirë, po zakonisht të gjitha sprovat e sëmundjes tek besimtari janë zakonisht për shërim, për pastrim, për largim gjunave. Andaj shikoj me mësam, si ka ardhur i smut mi than: "A ka mundësi me lut Allahin me më shëruve?" Që ka thonë: "Ama ban sabër se Allah ta jep xhenetin. Ban sabër, Allah ta jep xhenetin." Por çfarë arsye? Nga se sprova me mëshirën janë nga. Çdo i sprovu më i mëshiru. Sprova e thyj njerin, smundja e ul njerin, smundja ja kujton Allahun xhelel xhelalu. Pse? Ja se thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, mbledhet te njeri maja e dobësisë dhe e menon sa i fortë është Allahu xhelel xhelalu. Se kur ki pak takat mashtrohesh, kur i ki kam tetua, i ki dur tetua, e i thu kam takat apo. E kur të rrzohesh, s'ki takat, atëra kupton se unë jam shumë i dobët. Trupin e ki s'punon. Trupin e ki s'ban. Trupin e ki një parethet të rrzojnë. Andaj e kujton dobësinë tënde dhe lartësinë e atina. Andaj kur ti e pranon dobësinë tënde dhe e miraton lartësinë e atina, zbet rahmeti Allahu xhelel xhelalu. Inna rahmetallahi qaribun minal muhsinin. Rahmeti Allahut nga të bamirësave, ata të cilët e dinë se janë dopt, Allahu i fort. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, i sprovuari dhe i mëshiruar janë nga. Andaj mos u ankopi sprovës, po shfrytzoje me të mëshiru Allahu subhanahu wa taala. Çdo bela që ka të bëj, çdo më dhamë smundje, nga se alayhis salam ka përmend në vargun e smundjes edhe brengën, shqetësimin, xhembin e ka përmend. Shfrytzoje, inshallah në gjuna. Inshallah Allah më fal në gjuna. Çdo sprovë që e ki, mundoj mi thon Zotit tan, çdo dua, o Allah, këtë sprovë ban më pas në gjunave. O Allah, çka të mërzi, shfrima një gjuna me këta. O Allah, këtë pikëllim çka e kam, këtë shqetësim çka e kam, këtë ngushtim çka e kam, largomi gjunaat. Për këtë arsye, smundjet i largojnë gjunaat dhe të pastrojnë pe gjunave.